Presidenti Amerikan Donald Trump u tha gazetarëve në zyrën ovale se ai nuk pristej që një armpushim Rusi-Ukrainë të ndodhen në të caktuar pas disa ditësh, por ai donte që të arrijë shpejt. Ai tha se Shtetet e Bashkuara do të kalojnë ndërmjetësimin e bisedimeve të mëtejshme, nëse Moska ose Kievi e bëjnë shumë të vështirë arritjen e një marrëveshje paqe. Komentet e tij erdhën disa orë pasi sekretari i shtetit Marco Rubio paralajmëroi se Shtetet e Bashkuara do të praktikisnin bisedimet nëse nuk kishte shenja të qarta përparimi brenda disa ditësh, raporton BBC. Ne nuk do të vazhdojmë më këtë përpjekje për një javë më muaj me radhë, tha Rubio, duke shtuar se Shtetet e Bashkuara kishin prioritete të tjera për të fokusuar. Kjo vjen derisa sulmet ruse në Ukrainë vazhdojnë, me 2 persona të vrarë dhe më shumë se 100 plagosur në qytetet verilandore Kharkiv dhe Sumi të premte. Nisi një pushtim të plot të Ukrainës në vitin 2022 dhe trupat ruse përparuan megjithatë ngadalë në Ukrainën lindore. Presidenti rus Vladimir Putin ka vendosur një sër kushtesh për çdo armpushim të mundshëm. Kur u pyet për një marrëveshje mes Rusisë dhe Ukrainës, Trump tha se ne po flasim për vdekjen e njerëzve këtu. Ne do ta ndalojmë atë. Tani nëse për ndonjë arsye njëra nga palët e bën shumë të vështirë, ne thjesht do të themi ju jeni butallenj, jeni njerëz të tmerrshëm dhe ne do ta kalojmë këtë. Pavarësisht besimit fillestar të administratës Trump se mund siguronte një marrëveshje shpejt, përpjekjet për të arritur një armpushim të plot ende nuk janë materializuar në Washington, që i fajson të dyja palët. Pas një takimi me liderët evropianë në Paris për një armpushim të mundshëm, Rubio u tha gazetarëve se ne duhet përcaktojmë shumë shpejt tani dhe unë po flas për disa ditë nëse kjo është e mundur apo jo. Atëherë ne thjesht do të vazhdojmë, tha ai, për bisedimet e armpushimit. Ai pranoi se një marrëveshje paqe do të ishte e vështirë të arrijë.